Ka një ngarkesë, po ta shohësh problematike, ka drejtuar një fondacion fetar Kurani me Selinë Prizren. Në vitin 2014 e kanë mbyllur këtë, bashkë me disa ONG të tjera. Ne kanë akuzuar pastrim parash, financime dyshimta, përhapjet ideologjisë radikale, fetare e tjera. E kanë akuzuar se organizonte ligjërata, botonte libra fetar të papranueshëm, rekrutonte të rinj për të dërguar për studime fetare në Iran e tjera e tjera. Ka vizituar Iranin me ftesë zyrtare, që kemi fotografi në ty mbrapa. Ndërkohë që ka aktiviste shumë madhe në Iran të vajzën e vetë, e cila ka bërë studimet. Atje ka mbaruar studimet dhe shfaqur në mediat shtetërore iraniane duke u zotuar publikisht për xhihad kundër Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Cilësohet si agente e ndikimit iranian në Ballkan, pas vrasjes së këtij Qasem Sulejmanit të Gardës Republikane në Irak, kjo ka dalë dhe ka bërë thirrje të hapura për akmarrje ndaj Amerikës, gjë që ka çuar në arrestimin e vitit 2020 që e përmendet. Tani, edhe kemi dhe shfaqjen e saj në protest. Tani, kemi dhe është akuzuar se kur ka retorik të rënd, pra kundër urrëtitjen e emër të Allahut, thret për kryengritjen ndaj qeverisë së Shqipërisë e tjera, por në qa kontrollova unë se qa ka thënë kjo larte poshtë, nuk është se del kjo gjë. Gjithsesi duhet të thënë që nuk ka një impakt për të molepsur turmën apo protestën. Cili është aktiviteti në protestë? Pra, nuk ka një fuqi. Përveç prezencës. Dhe ne kemi këtu, ata nuk e njohin aty në protestë, sepse Olsi Exhexhiu, që është një ekuivalent i saj në Shqipëri, ata sa e kërkoi fjalën, sa e panë e larguan. Kështu që nuk besoj se ka më shumë se sa analiza që nxori Artani që o burra tani të gjejmë në një agent apo poliagent për të justifikuar protestën dhe molepsen e saj nga agenturat e huaja, që është një tentativë shumë e kotë. Protesta është popullore dhe jo ashtu siç e thonë disa televizione gjynaf që thonë protest, jo partijake. Se s'duan të thonë fjalën popullore. Nese, kjo është. Temat e debateve, mbas Dritani prandaj nuk ka pranuar që të vise, duke u marrë me individin dhe jo me frymën që ka protesta, sepse nëse ka qenë Iqbal Berisha në protest, nuk përfaqëson gjithë frymën e qytetarëve që dalin atje. Po flasim për Cila strategji është? Piketol 10 deri në 20 persona, jo, mos e vazhdo. Ne në këtë plan, jo, këtë drejt. Po këtë drejt, po përsërit atë gjë që ne bëm. Ne bëm pikërisht në emision këtë gjë. Spjeguam që kjo po përdoret me këtë qëllim. Thatë ju, protesta, thelbi protestës, pjesëmarrja masive e gjeneratës zë, po edhe njerëzve të tjerë, është njerëzve që janë në hall dhe kanë punë të tyre. Dhe qeveria sa më parë ta lexoj këtë, aq më pak një qytetari nga Prishtina. Establishmenti sa më shpejt. Jo, ajo ka probleme. Ka probleme të tjera, ata e kanë gjetur. Po nuk është, kanë gjetur pikërisht. S'është mo jo, po janë dy gjë. Pikërisht këtë tha dhe deri tani Hoxha. Ajo ka probleme dhe ata e gjetën me këto probleme. Pse se kanë dalur përpara? Pse protest? Ka dhënë për televizione intervista pa fund. Pse u kujtuan tani? Po pra, pikërisht për atë. Dhe duhet vetëm te argumenti që ajo nuk ka impakt. Ajo s'mund të bëj, domethënë 20 ditë të rria, aty s'bën dot për vete 3 veta. Plus si nuk i ka lëshuar njëri mikrofonin të bëj propagandë. Më dhe të marrë mikrofonin, se mos e se njohin, po që do bëjë ajo? Kjo s'ka folur më, jo? Mund të marrin dhe zvarë, mund të marrin dhe zvarë e ta edhe tutje. Ty aktivistët ju në kështë janë studio më spjeguan që ajo nuk ka folur. Nuk ka folur, jo. Ka shpëndarë 100 euro, erdha me burin, më tha mua, dhe shpëndava 100 euro ujra dhe gjera. Diku që da mikrofonin, në fakt. Ja da qeveria që e bëri lajmë dhe ne media ishim të detyruar ta. Tani, kalojmë... Shikoj e pak se... Jemi okej, ma po këtë thamë. Pikrish në këtë mënyrë ndërtova unë, edhe për njërin dhe për tjetë. Mund të mos kemi qef njëri në për tjetin, por duhet themi atë që është e të. Pra tani,
pasqyrim për të marrë drejt në mikrofonit ka dha Elirama. Tu eth ka lek Irani, eth Izraeli, eth Greku, eth... Ne duhet ishim vendi mi pasur në botë me kaq lek se... Si s'na rajnë lek këtoj nga këto. Gjithë ju lek i mafë, lek i agentura. Iranit dhe këtyre, si s'na rajnë lek në dorë. Elmojnë për erës dytë akademikët e policisë është një ngjarje shumë tronditëse. Duket që po të duash e bën dhe qesharake, si ngjarje, se ne qesharak jemi pak si vend dhe si njerëz, të gjithë pa përjashtim, por kjo është një ngjarje që përsëritet brenda 2 muajsh. Të njëjtët njerëz me ushqimin e Njëjtët aktor. Të njëjtët aktor, E njëjti mikrob. i njëjti mikrob, dhe ironia, Rritje 100%. ironia e dikujt. Pas një muaj. Ata ishin 60 të elmuar, dhe Befas përfaqësuesi aty, administratorja kush ishte, një zonjë doli dhe tha, e lexova unë diku në një Sa gazetë. futu ushqime nga jashtë. Kanë futur ushqime nga jashtë, sikur këta të 60 kishin ikur dhe kishin ble ushqime nga jashtë. 60 veta, me njerë. Kishin ble ushqime nga jashtë dhe ishin elmuar. E kupton çfarë tallje? A tani dikush nga ju na e shpjegon tani që kjo catering merret nga kompania Sori Al. Herën e parë kjo kompani u gjobit me 1.5 milion lekë dhe aktiviteti u zhbllokua. Çfarë ka ndodhur tani? Kush ma shpjegon? U bllokua dhe pas disa ditësh, pas një inspektimi, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vendosi që ta zhbllokoj. Pra çfarë ndodhi? Ka qenë java e parë e majit, 7 maj ka ndodhur. në mos gaboj data 7 maj, kur kanë qenë rreth 60 studentë Akademisë së Sigurisë, të cilët janë ndier keq dhe janë paraqitur me urgjencë në spital, ku kanë patur shenja helmimi nga ushqimi. Janë marrë mostrat nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe janë çuar pranë Institutit të Veterinarisë, ku rezultoi që një nga mostrat që ishin pikërisht makaronat e gatshme, me kanë rezultuar pozitive me stafilokok dhe Escherichia coli, që është një bakter shumë i rrezikshëm, duhet thënë, për organet e trupit. Pra, jo vetëm në fazën e helmimit ky lloj bakteri. Pas rezultateve të këtyre analizave, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën pezullimin e aktivitetit të kompanisë Sori Al dhe i vendos edhe një gjob në vlerën 1.15 milion lekë. Pas disa ditësh vendoset që të pezullohet. Deri tani ajo çfarë është thënë publikisht nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është që është bërë edhe një herë një inspektim i ambienteve ku shërbente kompania Sori Al pranë garnizonit Skënderbej dhe ka rezultuar që kushtet higjienike kanë qenë brenda standardeve. Duke qenë se edhe prokuroria ka nisur një hetim për këtë, ka kërkuar shpjegime nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit si ka mundësi që ka patur brenda një periudhe kaq shumë të shkurtër kohe dy qëndrime të kundërta. Megjithatë, edhe përpara se ta zgjidhte prokuroria këtë çështje apo të hetojë, tashmë është dhënë dhe prova e dytë brenda në harkun kohor të 1 muaji e gjysmë,